O Allahu im, Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i arshit të madh, Zoti ynë dhe Zoti i çdo sendi, zbërthyes i farës dhe i bërthamës, Ti ai i cili e shpallet Teuratin, Injilin dhe Furkanin. Kërkoj mbrojtjen tënde nga sherri i çdo sendi, balli i të cilit është në dorën tënde. O Allah, Ti e i pari dhe para teje nuk pati asgjë. Ti e i fundit dhe mbas teje nuk mbetet asgjë. Ti e i dukshmi dhe mbi ty s'ka asgjë. Ti e i padukshmi dhe nën teje s'ka asgjë. Largoje nga ne borgjin dhe na mbroj prej varfërisë. S'ka të adhuruar tjetër përveç Allahut një dhe i pashoq. Atij i takon sundimi dhe lavdërimi, dhe ai është i plotfuqishëm mbi çdo send. O Zoti im, nuk ka kush që e ndalon atë që Ti e ke dhënë, dhe s'ka kush e jep atë që Ti e ke ndaluar. Ata e kadrit 1000 muaj, më fal Zot me zemër thuaj. Nata e kadrit 1000 muaj, më fal Zot me zemër thuaj. Lutu shumë me qaj me za, na fal neve ja Allah. Lutu shumë me qaj me za, na fal neve ja Allah. Selamu alaikum të dashur hoxhallar, musafir në Gjakova, Rohesi, Prizreni dhe Beratin e ekipin e vetë. Mirë se e keni janë. Pash Zoti, këtë iftar që hojmë sonte, e godasim natën e madhe të Kadrit, dhe tonë nga ata cilët jeni të kënaqur me punë dhe vepra tona që kena bërë. Këtë iftar që shpërshini sonte komplet e ka paguar qifti që është nga Gjakova që jetojnë në Zvicër, Gëzimi dhe bashkërtja e tij Valbonia, që ndash Zoti dhe ka ta me të mirët e tij familjes Berisha, e ju shkëm për e qetin, e ju bëni dua për ta, ndash Zoti dhe se Gëzime të akon të ashtetutje, mirë shka valë, ushqim ka valë, që në prapë. Zoti është për lefë, e mirë të akon të në